Në qendrën spitalore rajonale Shefqendroj që është shënuar një tjetër arritje e rëndësishme në fushën e kirurgjisë torokale. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njoftoi se ekipi i kirurgjisë torokale realizoi një operacion tepër kompleks për heqjen e një formacioni cistik dhe më pas riimplantimin e klavikulës me pllaka titani, një ndërhyrje që i riktheu jetën normale e pacientit. Doktori Fatmir Saushi, kirurg torokal pranë spitalit Shefqendroj, tha se bëhet fjalë për një ndërhyrje me kompleksitet goxha të lartë që për herë të parë është bërë në këtë institucion. Bëhet fjalë për një intervent me kompleksitet goxha të lartë që për herë të parë bëhet në strukturën tonë. Bëhet fjalë për një tumor limfagoid, që është në fakt një tumor kistik me fillimin që e kishte në qafë, por që zbriste në një zonë goxha të vështirë anatomike. Ky lokacion në fakt njihet nga të gjithë mjekët që ka probleme me vaza shumë të mëdha, pra kishte shtypur dhe kishte kontakt shumë të ngushtë me arterien subklavia dhe aksilare, si dhe venën subklavia dhe aksilare në anën e djathtë, ndërkohë ishte shumë afër dhe me pleksin brachial. Sipas kirurgut, për të bërë këtë intervent kirurgjikal, duhet një brigadë specializuar me neurokirurg, kirurg, nazolog e tjerë. Për të bërë këtë intervent kirurgjikal, normalisht funksionon me një brigadë të specializuar që duhet të ketë neurokirurg, kirurg vazolog. Kualifikimi i stafit ton e bëri të panevojshme angazhimin e gjithë këtyre mjekëve specialistë, sepse çdo gjë u realizua duke bërë heqjen për momentin e një fragmenti të klavikulës, krijimin e kësaj hapësire ku duhet të intervenohet dhe pastaj riimplantimi përsëri të klavikulës me pllaka titani, pa shkaktuar asnjë dëm te pacienti dhe heqja e tumorit në kufi të pastër dhe pacienti mbas 3 ditësh ka dalë në shtëpi në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u ka shprehur me njohjen e ekipit kirurgjikal të spitalit që morën pjesë në këtë ndërhyrje.